Shkodra është qyteti me 3 shtëpi të fëmijëve jetim ose të braktisur të ardhur nga zona veriore e Shqipërisë. Njëra prej tyre është edhe shtëpia e fëmijëve parashkollor, nga mosha 3 deri në 6 vjeç. Prej vitesh zona veriore e Shqipërisë vazhdon të ketë numrin më të madh të fëmijëve që jetojnë në varfëri ekstreme dhe me probleme të rënda sociale, çka i shtyn një numër familjesh të braktisin fëmijët ose t'i dërgojnë në qendrat e përkujdesjes shtetërore. Korespondenti ynë Pullum Sulo ishte në shtëpinë e fëmijëve parashkollor, ku përgatiti kronikën në vazhdim. Në një nga lagjet periferike të qytetit të Shkodrës, gjendet shtëpia fëmijëve parashkollor të moshës nga 3 deri në 6 vjeç, e cila është edhe një nga 3 shtëpitë e fëmijës në këtë qytet. Shtëpia e fëmijëve parashkollor është një institucion shtetëror në vartësi të Ministrisë së Çështjeve Sociale dhe Rinisë. Drejtoresha e kësaj shtëpie, Anjeza Gjeluci, thotë se arsyet pse këta fëmijë gjenden në shtëpinë e fëmijëve parashkollor janë gjendja e rëndë ekonomike, probleme sociale, por edhe të dyja së bashku. Ka prind të divorcuar, të ndarë, të rimartuar dhe përrjedhoi fëmijët duke u shkatruar martesa familja, fëmijët kthehen në institucion. Një arsye tjetër është prostitucioni, një arsye tjetër është burgosja e prindve, një arsye prap tjetër është sepse fëmijët gjenden në gjendje rrugët dhe duke u gjetur të braktisur, përrjedhoi organizata të ndryshme të Shqipërisë i sjellin në këtë institucion. Uroj shumë shpejt që të kemi sa më shumë familje kujdestare, familje pa shumë impenjime, të cilët nuk e kanë shumë problem edhe të marrin një fëmijë pranë xhirit të tyre familjar, sepse është shumë e rëndësishme që çdo fëmijë të jetë në familje. Zana Prela ka një përvojë gati 20 vjeçare në përkujdesjen për fëmijët e kësaj qendre. Ajo thotë se mbi të gjitha fëmijët kanë nevojë për më shumë dashuri, e cila u ka munguar në jetën e tyre. Kam 19 vjeç që kam rolin e edukatorit dhe 1 vit që kam edhe funksionin e psikologut. Kjo shtëpi ka akomodim me fëmijë deri në 30 veta, kur përkujdesja është në të gjitha aspektet, si aspektin social, aspektin e komunikimit, aspektin edukativ, komunikues dhe mundësia më e mirë është që këto fëmijë të kthehen në familjet biologjike. Të punosh me këta fëmijë është një art në vete, pra jo çdo kush mundet ose ka mundësinë ose ka aftësinë të punojë me këta fëmijë, sepse është të punosh me këta fëmijë sinqerisht është një punë shumë fisnike. Në shtëpinë e fëmijëve parashkollor shërbejnë rreth 30 punonjës të kualifikuar, pjesa më e madhe gra dhe vajza nga qyteti. Drejtoresha Gjeluci thotë se me mbështetjen e shërbimit social shtetëror në këtë qendër po zbatohen disa projekte që synojnë së pari trajtimin e fëmijëve dhe kthimin e tyre në familjen biologjike ose familjen kujdestare. Së fundmi është implementuar një projekt i cili synon realizimin e 3 programeve, siç është Casa Familja, që është shumë e rëndësishme, por më e rëndësishme është kjo tjetra që është foster care, që do të thotë familje kujdestare, asnjë fëmijë pa familje. Dhe tjetra është qendra ditore, ku marrin shërbim 12 fëmijë rom, dhe tu kanë qendër ditore për fëmijët në nevojë, për fëmijët rom të komunitetit rom, ne paranalojmë ardhen e fëmijëve rezident në këtë institucion, sepse ne duhet shkojmë drejt deinstitucionalizimit, që do të thotë se fëmijët në këtë shtëpi duhet rrinë vetëm për pak kohë deri në momentin që t'i gjahet një zgjidhje. Dhe zgjidhja është rikthimin familjen biologjike, që është interesi më i lartë i fëmijës. Drejtoresha Gjeluci thotë se vitin e kaluar një pjesë e fëmijëve janë rikthyer në familjen e tyre biologjike, kjo pas fuqizimit të tyre ekonomik dhe mbështetjes nga shërbimi social shtetëror, ndërkohë që fëmijë të tjerë kanë ardhur në këtë qendër. Megjithatë, numri i fëmijëve që trajtohen në këtë shtëpi është mjaft i vogël përballë numrit të fëmijëve të braktisur apo fëmijëve që vazhdojnë të qëndrojnë në familjen e tyre biologjike me probleme të rënda ekonomike dhe sociale. Zona veriore e Shqipërisë prej më shumë se 20 vitesh vazhdon të përballet me ritme të ulta zhvillimi dhe numrin më të madh të familjeve që jetojnë në ekstremin e varfërisë dhe mes problemeve të rënda sociale siç janë konfliktet e shumta, gjakmarrja apo ngujimi. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.